Ky podcast u mundsua nga Hotel Treva, Kultura Pub Bistro, IBC Telekom, Uji Lajthiza, Fiber, GMS Equity dhe Market Xhedis. Mirëmbrëma miq. Mirëmbrëma Helidon. Mirëmbrëma. Absolutisht na kena një prej djemve më serios, qoftë serios, por edhe të mirë. E ka thjen, patjetër, por një nga njerëzit që i dedikohet shumë qytetit. Drejtorin e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore të qytetit Shkodrës dhe jo vetëm, Helidon Sokoli. Është një pozicion me shumë peshë, por më duket se sikur je mësuar me pesha, ti man mirë me supe dhe e ke dhënë këtë shembull me kohë, apo ja? Po besoj eksperjenca e gjatë, unë kam 20 vjet në atë institucion dhe kam filluar si një specialist arkeolog, më pas shef sektorit të arkeologjisë dhe tashmë nga shtatori, drejtor rajonal. Do thënë gjitha fazat e karrierës të lidhur me të njëjtin institucion. Njoh gjithë stafin, njoh gjithë territorin që mu lën drejtoria, kështu që unë kam edhe më të lehtë mu integru me herë edhe me pozicionin e ri. Normalisht vetë pozicioni të jep më tepër përgjegjësi, punë, gjithkohës i angazhuar. Unë edhe sot si e diel, ditë pushimit, po prapë isha në territor për me inspektu, më thënë, me që jemi në një periudhë pak emergjencë për vetë kushtet klimatike që po kalojmë këtë ditë me rreshet më dhe kemi shumë monumente që i kemi në rrezik permanent, pra afër lumeve, afër baseneve ujore dhe duhet të jemi gjithkohës të updateuar me informacionin në gjendjen e tyre, pra si ruhen, nëse kanë problematika, duhet i përçojmë më lart në institucionet përkatëse. A kena një monumente që rrezikojnë për këtyre përmytjeve? Ose janë drejt shkatrimit? Kemi shumë nga këto monumente që ne kemi afër baseneve ujore, lumeve, duke filluar që nga urat që janë ndërtuar vetë mbi lume. Ura e Mesit, ura e Buns, ura mbi lumin mat, ajo që njihet gjithsesi si ura e Zogut, ura e Navrec. Kemi shumë nga këto objekte, po ashtu edhe objekte religjioze që për vetë vendolljen e tyre afër lumeve, siç është manastiri i Së Sergjit dhe Bakut në Shirq, apo edhe site arkeologjike që kemi pranë në zonave breglumore, siç është për shembull pjesa breglumore e qytetit antik të Lezhës, tek pjesa e vendvarrimit Skënderbeut. Janë gjithmonë permanente, sa që ka rreshje të vazhdueshme, krijohen këto probleme në lidhje me evadimin e ujrave për shkak të rritjes nivelit të lumeve. Xhamia e Plumit një farë mënyrë të u zgjidh problematika që patme prej disa dekadash me xhaminë e Plumit. Është i dyti test, pra mas një tetorit patme një test të dytë tashmë në nëntor që ai sistem që u ndërtu me shumë problematika i zgjatur në kohë rreth 3 vjet, por po rezulton një sukses, sepse sot po evidentojmë që territori përreth ka ujë në sipërfaqe, ndërsa pjesa e xhamisë së Plumit është totalisht e thatë, pra është një ishull rreth një zone të përmytur. Ka edhe objekte tjera, banesat për shembull, ne kemi një seri banesash në qytet, por edhe jashtë Shkodrës, në zonën më të thella veriore, për shembull, kullat tipike të Alpeve shqiptare, që sa që ka rreshjet më ato kanë ato problemat e tyra kryesisht me çatit. Ato janë pika më delikate e banesave dhe e kullave. Helidon, është Shkodra me të vërtet ka shpërparë në kulturë sa na duket ne shkodranëve? Po, tashi, kjo është pak pyetje për mua që kam të njëjtën që merrem me trashëgiminë kulturore, është pak e vështirë sepse unë mund të rri me orë tona me fol. Shkodra për vetë vendolljen e saj, një zonë kryqëzim rrugësh që në antikitet, mesjet, kryeqendër në të gjitha periudhat historike që kur, do thënë, territori ynë është banuar kryesisht me një popullsi të qëndrueshme, pra ajo që njihet që nga periudha ilire, në mesjet arbrore dhe më vonë, pra gjithmonë Shkodra ka qenë kryeqendër, pra i të gjithë arealit, dhe duke qenë kryeqendër ka pas mundësi që të jetë edhe e pasur në shtrezime kulturore, me pasuri të mëdha kulturore, çdo periudhë ka lënë ato gjurmët e veta. Tash na vjen mirë kur përmendesh Shkodra për çdo gjë, por jemi pjesë e një areali të pasur dhe Shkodra mund të jetë ndoshta pak më e pasur se pjesë tjera të vendit.
Për shembull, cili është një mit i gabuar që kanë përgjithsisht njerëzit për trashëgiminë kulturore, dhe cili është ai mit që do t'i lëshë me e thonë vetëm sepse duket simpatik. Për shembull, kjo që sa po thashë në Shkodra është jepi kulturë so diçka e tillë. Që ti lejon me e vazhdu sepse është simpatik. Realisht Shkoda është vetë kjo shpreha, djepi kulturës ka të bëjë me një seri ngjarjesh historike apo shtrezime kulturore, aktivitete, festat nacionale për shembull që ne i festojmë, gjitha këto një pjesë e madhe e tyre kanë gjenezën në Shkodër. Një seri personalitetesh kanë lindur në Shkodër që i kanë lënë kombit, i kanë lënë vendit ngjarje historike, i kanë lënë vlera historike. Prandaj edhe ka ngel kjo djepi kulturës. Ndërsa për sa i përket miteve, unë do ta lidh pak me atë profesionin të arkeologut. Mit për shembull i gabuar është kjo që gjithmonë arkeologët i lidhin me Thesar Kërkusin. Që është gjaja më e gabuar. Dhe këtu mund të ketë Indiana Jones. Ma more nga goja se ajo është më thënë ai film një sekret, në gjithmonë kena thirr Indiana Jones. Nuk ka sekret, o ka. Kaloj se ti thosh do. Kjo është pra kaloj Indiana. vetë ai film i ka lënë botës një ngjyrim të gabuar në lidhje me profesionin e arkeologut, që është arkeologjia është shkencë. Është më thënë zbulimi i të shkuarës, më thënë gjurmët që kalon njerëzimi i kohëve më të shkuara. Nal. Arkeologjia është një shkencë për zbulimin e kohëve të shkume. Më falë se unë ta bëra analizë policë trafikut, por e di që bëma mandej mi edhe mua ajo pyetje që kam të kanë podcasti i pam për shumë brezash, jo vetëm mosh, po edhe moshat e mesme, edhe të ri të shohin pa diskutim. Sa vjetër është Shkodra? Që shkur daton Shkodra? Paktën sipas zbulimeve arkeologjike. Atëherë, Shkodra, nëse do i referohemi gërmimeve arkeologjike, si vend banim, Shkodra fillon shumë herët, që në bronzin e vonë. Pra. Gjumt e para të një vend banimi të vogël, rural, i ka paka shumë tek kodrat e tepes dhe në aty ku që ne njohim si kodra e kalasë së Shkodrës. Pra rreth 3500 vjet territori i banum. Ndërsa si qytet, fazat e para urbane, pra duke kryer ato tiparet e para të një qyteti, Shkodra i ka aty rreth shekullit 4 para erëson. Po, si një kryeqendër e Labadve, fisit i lirë që jetonte përreth liçenit Shkodrës. Dhe pikërisht në shekullin e 3-2, Shkodra bëhet edhe kryeqendra e shtetit fundit i lirë, pra i mbretërisë ardiane, me mbret Gedin, dhe vetë pushtimi romak ishte edhe ai shënimi i shëmjes së të gjithë mbretërisë ardiane, pra mbretërisë ilire në 168 para erëson, ku Shkodra ishte kryeqendra. Dhe vetë Geti jetonte në kalanën e Shkodrës. A kena mo zonat pa zbulume që duhet të pëllumtohen prej josh arkeologëve? Sepse unë e di që ti atë rolin e drejtorit nuk e ke shumë seriozisht. Vazhdon ato kërkimet, ato zbulimet, ajo puna jote intensive, se më duket me të dashnia jote e parë me kanë arkeolog. Zbulimi. Madje edhe vetë ndryshimi që psoi institucioni jonë dhe emërimi im, domethënë në drejtor erdhi në një periudhë kur unë isha në gërmime e sipër dhe unë me vështirësi arrita që ta mbyllja misionin arkeologjik për këtë vit në ishullin e Shordhallit, kur unë rënoja te qyteti mesatar të Sarcës. Një mision që këtë vit gërmoi që nga 15 gushti deri me 15 shtator. Dhe ky 15 ditë që i dytë, pra, që mu më zuri edhe me një pozicion tjetër shumë nga ngarkuar, pra, titularit, ishte shumë e lodhshëm, paka shumë sepse arrita ti bëja të dy, domethënë edhe titularit, po edhe gërmimin arkeologjik. Ndërsa për sa i përket pyetjes nëse ka në Shkodër ende zonat pa gërmuara, absolutisht që ka. Mistershme, domethënë që presin dritën e zbulimit. Shqipëria si vend ka filluar të gërmohet shumë vonë, nëse do i referohemi institucioneve shqiptare, sepse nëse do i referohemi arkeologëve tuaj në Shqipëri, ato kanë ardhur që në fillim të shekullit 20. Për shembull Apollonia është gërmuar nga arkeologu francez Leon Rey që në vitet 20.
apo edhe nga arkeologi italian Ugolini që Shekullin e 19 gjithsesi, domethënë. Jo më përpara. Në shekullin e 19 kemi kryesisht të dokumentuar sitjet arkeologjike nga konsujt që jetonin në Shkodër, pra që kryin punën e tyre diplomatike në Shkodër, si konsulli francez Alexander de Grand, apo konsulli austriak Ipeni, apo Hani, janë gjithë këto të apasionuar mbas shkencave të albanologjisë që dinin, fotografonin, dokumentonin sitje arkeologjike përreth Shkodrës. Gjithë këto ndërshkrimet e tyre u bën edhe ato dokumentat e para që shtyn pra më pas shkencën arkeologjike shqiptare që u kriju shumë vonë, pas viteve 60, që të fillonin të hartonin dhe të krijonin pra ato projektet e para arkeologjike në territor. Dhe Shkodra është gërmuar shumë vonë, pra Shkodër ka filluar të gërmohet në fund të viteve 70. Dhe me thënë është edhe një proces edhe më vonë se sa tjerë. Kam pa së fundmi, sepse tashmë në rrjetet sociale po shpërndahen shumë çka më rrjellsa, po e them, po dal pak në kohën moderne. Godi dhe përtej moderne. Edhe kishte një gjë shumë interesante sa na kena diskutuar me miket realisht, edhe thotë që në kohët e hershme Shkodra ka qenë një qytet shumë i zhvilluar, edhe tashmë ai qytet i zhvilluar ndodhet në ujna. Është e vërtet që është një qytet që është përmbytur dhe ka një qytetnim të krejt tjetër në New York, sepse na pëlqen që të ishte një gjë e tillë, pavarësisht se nuk e dina se sa e vërtet është, se kja duhet pastaj me hulumtu dhe me kërku faktet. Por realisht e ndjejmë se njëri ka një lloj energjie kur e din, sepse më duket sikur qoftë edhe në Shirok sa herë që i bjen niveli ujit dalin delaj brigu shumë më në pahe dhe më çka. Është e vërtet që ka një qytet në New York. Absolutisht, vetë Shkodra në antikitet është shtri, paka shumë aty ku jemi në piktakimin e dy lumeve, Bunz dhe Drinkir. Ai ka dishu i vogël që bën bashkimin e tre lumeve bashkë, është paka shumë territori ku shtrihej Shkodra në antikitet deri në periudhën romake, deri në shekullin e parë, dytë të erës sonë. Kjo është aq e vërtet sa ende sot të ruhen muret antike, cilat janë gërmuar në vitet 80 nga Instituti i Arkeologjisë. Më pas patëm edhe një fazë gërmimesh arkeologjike nga misioni shqiptaro-polak që gërmuam në Shkodër nga viti 2011 deri në 2017, që prekëm dy nivelet e qytetit antik. Nivelin e poshtëm pra në Ulcir dhe qytetin e sipër në Kala. Një ndër pengjet mund të jetë jo vetëm për mua, po edhe për gjithë shkencën e arkeologjisë shqiptare që për vetë rrjetin hidrik që ka Shkodra sot, bashkimi i tre lumeve poshtë Kodrës në këmbë të Kalas, pra, e bën thujse të pamundur evidentimin e qytetit antik. Sepse se po i pak tash në atë anën teknike të gërmimeve. Sondazhet tona mas 2 metrave në thellësi fillon e mushen me ujë dhe është pamundur të dokumentohet, sepse ne dokumentojmë me stratigrafin, pra shtresat. Dhe duke u mush me ujë, ne humbasim informacionin kronometrik të gjithë fazave. Dhe është pamundur të ne të evidentojmë më tepër struktura. Kështu që është e vështirë sot Shkodra, qyteti antik, pra trualli i qytetit antik të dokumentohet. Është pak a shumë trekamshi. Është e vërtet, domethënë. Po, absolutisht është e vërtet, sepse janë bërë gërmime arkeologjike dhe kanë dalë muret të rrethuese të qytetit. Pyetja që Ariola të banin që tha që ne të uvu përpara këtij faktit që ne pamë, me këtë ndjeshmërinë e ndihmës. Ishte e ndihshme. Dhe nëpërmjet kësaj ndjeshmërisë do më kthye ju tek fëmia juaj ose tek rinia juaj. Kur ishte momenti i ndjeshmërisë tënde ku ti zbulove që ke lind për me bë arkeologën, si lind një arkeolog? Pse jo arkitekt? Po, shumë e bukur pyetje, më thënë, në lidhje me fëminin tonë. Mu gjithmonë më kanë ardhur kam pas pasion këto shkencat shoqërore, domethënë. Nëse tek lëndë të tjera mund të kem çedur pak, tek historia dhe gjeografia nga vjen gjithmonë vetë, domethënë, gjithmonë. Ndoshta edhe nga që kisha një memorie shumë të fortë, me majt me data, shekujt, vite kështu, dhe më pas ajo erdhi duke u forcu si dëshirë që të vazhdojë në rrugën e pak a shumë shkencave të historisë, arkeologjisë.
me përfundimin e universitetit, ndoqa gjithë pjesën etapën e kualifikimeve për të profilizu tamam në atë pasionin tënd. Po edhe më mend që fëmijë këto dokumentar që jepnin dikur televizioni, në televizionin shqiptar i ka pas të pakta, po kryesisht kur kalonim tek këto kanalet e vet tek italiane, tek Rai, këto gjithmonë i famshmi cikli Super Quark, një të preferumit e mi, të Rajuno. Është një dhuntie e hershme, është një gjë e hershme, një thirrje e hershme. Sa janë të interesum të rritë për me pas me kanë pjesë qoftë zbulimit, dhe me thënë grupit arkeologëve, ose qoftë edhe të menaxhimit të shëgiminis kulturore. E po e bëj një pyetje tillë, të kanë pjesë në Universitetit të Shkurakuçe, edhe ajo që më vjen keq se lanë shoqënore janë gjithnjëlla më pak të frekuentume, edhe realisht unë e vuj shumë brenda vendit. E di se ndoshta i habis njerëzit, por e vuj pse? Se ky qytet ka asete. Ky qytet në çdo pres ka me zjarr artistat e vet, arkeologët e vet, çdo gjë tjetër që ka me pas. Absolutisht jam e sigurt. Edhe më vjen shumë keq nëse vjen e zvoglohet numri i këtyre aseteve që kena me pas edhe për të ardhmen, sepse duhet. Po sa i shefti të rit fokusum drejt këtyre zbulimit të në mistereve. Është e vërtet fatikisht që ka një zbehje të interesit të rive në përgjithësi për shkencat shoqërore, janë të prirur kryesisht në këto shkencat e teknologjisë, teknologjisë dhe informacionit. Unë vetë pata mundësi të kisha për disa vjet një eksperiencë në mësimdhënie në Universitetin e Shkodrës dhe pash, interesi ishte shumë i pak. Jo vetëm interesi, por edhe tek njohuritë bazike lidhje me fazat e historisë ose janë disa informacione që njeriu i merr edhe jo vetëm thjesht pse po shkon në universitet, por i merr që në nëntëvjeçare, në gjimnaz. Kjo është tregues që në disa nivele shoqëria jonë po çdon në aspektin e njohurive dhe të edukimit. Edhe të mësimdhënies, po edhe të marrjes së njohurive. Nuk ka një interesim shumë të një student në Universitetin e Shkodrës që nuk kishte pa asnjëherë në jetë të vet kalan në Shkodrës është diçka shumë e rëndë, tregon që ndoshta kushtet ekonomike mund mos e ketë leju që ta vizitoni shpesh ose por paktën një herë ose ideja që mund ta ketë vizitu, por kaq pa interes ka qenë për të vizita sa e ka fshi nga memoria dhe sot mendon sikur se ka vizituar ndonjëherë. Kalaja e Shkodrës është aksesueshme, mundesh në kam me ungjit për qef, ka një rrugë shumë bukur që ngjitet për te kalaja, ku ti mundesh me pa disa pamje të Shkodrës nga disa kame të ndryshme. Domethënë ofron shumë çka kalaja e Shkodrës. Ne vujmë këtë edhe në aspektin edhe të punës tonë, ne kemi shumë pak të rinj që merren me arkeologji. Po pra, kishte ideja. Absolutisht, domethënë në Tiranë në fakultetin Universitetit të Tiranës në filologji ka një deg të caktuar për arkeologjin, por që ajo nga viti në vit po vjen duke u shtëruar. Është reduktuar shumë. Dhe pjesa më e madhe e studentëve që diplomohen kryesisht e gjen veten tek agjencitë turistike si guida. Agjencitë turistike sot kanë interesin tyre të kenë pak a shumë punojës të tyre që kanë njohuri në fushën e arkeologjisë, historisë dhe jo të gjitha kanë informacionin e saktë duhun, edhe shumë çka monten me disa pika. Ne po e vujmë në pjesën e gërmimit arkeologjike, ne po e vujmë të pjesë. E kuptoj. Deshta me të pyet diçka, a ka një histori personale ose burime, sepse ti ke shumë informacione, burime informacione që të frymëzojnë ty në kërkimet tuaja? Po, ideja është që gjithmonë njeriu duhet kërkojë në territori që janë pak të eksploruar ose ka thjesht dokumente arkivor, por sot nuk duken për shembull, nuk janë të vizuale pra në sipërfaqe, dhe kanë nevojë për gërmim. Ne kemi shumë nga mesjeta, kemi shumë dokumente, dorëshkrime, arkiva, harta mesjetare ku përmenden toponime, fshatrash, qytetesh që një pjesë e tyre edhe mund të kenë humbur. Për shembull rasti konkret që në antikitet po themi. Ne po gërmojmë prej disa vitesh në një qytet të panjohur krejtësisht rreth 10 kilometra nga Shkodra në Bushat,
ku si toponim del që në Mesjet ai, Buzgjarpën përmendet që në Mesjet. Edhe sot në Si është emri në Mesjet? Buzgjarpën. Është zakonshme. Është një toponim në fërsi të Bushatit dhe në hartat e Mesjetës edhe vonë, pra deri në shekullin e 18 në hartën e Koronelit. Sa është quajtet jo? Nga shtërirja gjeografike? Ndoshta nga vetë forma shtërirja gjeografike që kanë disa kodra aty në formën e përdredhje të një gjarë prej edhe. Por si toponim përmendet që në Mesjet. Ndërkohë pikërisht edhe sot njerëzit aty vendi aty referohen si në Buzgjarpën. Dhe ne aty po gërmojmë një qytet antik i pa njohur më parë. Përflitet në kronikat romake, përmend Tit Livi kronikani romak, si një qytet që u pushtu përpara se romakët të pushtonin Shkodrën. Dhe ne ende nuk mund të përcaktojmë emrin e qytetit, pavarësisht se Tit Livi e përmend Basanjën, ndoshta mund të jemi në Basanja, por njerëzit bëjnë lidhjen Bushat, Basanja janë përafërta, tingëllojnë përafërta në aspektin fonetik, por ne pa një repert arkeologjik që e citon emrin, pra një fragment epigrafik, qoftë një stel varja, një fragment monumental ku përmendet emri i qytetit, ne nuk mund ta përcaktojmë që jemi realisht në Basanja. Elida, kur flasim për trashëgiminë kulturore, sa rëndësi kanë ata historitë që nuk janë të shkruar, por që janë të trashëguar në formën e gojdhanave, këngëve, zakoneve. Absolutisht. Ne jemi vetë shqiptarë në përgjithësi jemi një popull që jemi të pasur në aspektin e trashëgimisë jo materiale, se gjitha këto doket, zakonet, këngë, valle, to hinë në kuadrin e asaj trashëgimisë jo materiale që trashëgohet brezëm pas brezi kështu. Por normalisht edhe këto përbëjnë një informacion. Bile ne kur dalim kështu në inspektime për të dokumentuar gjuhën të re arkeologjike, gjithmonë e kemi një pjesë të dokumentimit edhe duke pyet banorët e zonës. Për shembull, në aspektin e këtyre gjurmëve arkeologjike, ne gjithmonë pyesim njerëzit, keni ndonjë vend këtu që ju i thoni qytet, se në përgjithësi në fshatna njerëzit i referohen majës së një kodre, ku mund të ketë për shembull një fragment të muri, dhe ato i referohen si qyteti. Edhe gjithmonë kur i bëjmë të pyetje, marrim të përgjigje. Atje ka një qytet ose këtu lart ka një qytet. Mandej është kjo pjesa tjetër që ne kemi pak shumë të egzageruar si popull, ku në çdo fshat mendojmë që këtu ka qenë qyteti më i madh në Ballkan. Këtu është bë betejë më e madhe në Ballkan. Këtu janë vra kaq vet, këtu janë myt kaq njerëz, këtu pra është një histori që ne e gjejmë në çdo fshat. Në çdo vend banim ku shkojmë për të... Cila është një për historive që të metë mendje, edhe që të paktën të merr gazi ose të metë vazhdon me pasën kujtesën tonë. Me merr gazi tone. sepse shiko, Kalaja e Shkodrës ka një legjendë, që është pjesë kulture popullore. Është folku lokal i qytetit Shkodrës, por është shumë interesante sepse ajo ka marrë doza pak edhe rajonale. Dhe këtë gjë e shohim edhe në gjurmë tjera arkeologjike që shohim nëpër vendbanime të tjera, edhe larg qytetit. Kudo që shkojmë, gjejmë të njëjtën histori. Këtu kanë 3 vllazën që kanë pas filani këte, filani atë dhe filani këte. Dhe të njëjtën histori e gjejmë në Dugaxhin, në Theth. Ka kanë Thethi, ka kanë Shala, ka kanë edhe Kiri. Pra, lidhin emra lumesh, emra fshatnash me emra njerëzish, pra, i referojnë sikur janë 3 vllazën. Dhe gjithmonë ky numri 3 nuk ndryshon asnjëherë. Gjithmonë janë 3 vllazën. Helidon po bazuar te legjenda e Rozovës, është shumë e veçantë si legjendë, për vetë faktin se vetë fejohet një grup për më ndërtuar një kala. A gjejmë këtë fakt edhe në qytete tjera fqinje, apo në vende tjera, apo vetëm me jona si gjë? Unë e përmenda. Se për ne kja Kalaja e Shkodrës, vazhdo. Ju e dini se me ju jemi edhe miq në rrjetet sociale dhe ju e dini që unë bëj pak humor në këtë aspektin e këtyre në legjendave. Ndoshta ka të bëjë shumë edhe te profesioni, ne jemi të theksuar mas materies pra dhe shkencë, dhe këto legjenda dhe këto prallat i kemi pak kështu si. Dhe unë kam pas eksperiencë edhe si guid turistike me shumë agjenci dhe kur më pyesnin turistat, masi ti i bën gjithë turin e Kalas dhe turisti të thot, po si s'na tregove vendin e legjendës, është më thënë kështu, është një zhgënjim total që ti mas një 2 orë që ki fol, turistit pyet se ku është vendi i morosjes së gruas.
Këto janë, më thonë, pasuri folklorike, është trashëgimi jo materiale. Këtë formë legjendet ne e gjejmë pothuajse në gjithë vendet e Ballkanit. Ka edhe në Rumani, ka edhe në Bullgari, ka edhe në Maltezi, me kështjella, me ura, kudo është vetë flijimi, pra, ose flijimi, sakrilegji. Edhe Italia i ka disa gjëra të tilla. Këto janë rituale pagane gjitha. Po. Ne edhe sot kemi disa mbetje që na kanë ngel, pra, dhe mas 2000 vjet besime fetare, krishtrim, besimet e tjera që kanë ardhur më vonë, që kemi truajtur disa rituale pagane. Njerëzit edhe sot, kur kryesisht në zonat rurale më shumë, kur fillojnë me ndërtu një shtëpi, presin një gjep dhe i spërkasin themelet me gjak. Kjo vazhdon, Kjo është një ritual tipik tradita. pagan, pra, për marrëvajtjen e jetës, familjare që do krijohet këtë shtëpi, më thënë një bereqeti, këto, ose këto, me këto, më thënë, që vendosin Ose një vark hudra. një patkukali. Këto rituale pagane, por formën e legjendës së Rozavës ne gjejmë në shumë variante nëpër Ballkan. Por tu të kemi qartë diçka që emri Rozaf i Kalas nuk ka lidhje fare me Kalan, me legjendën, pra. Është një emër, është në aspektin etimologjik ka lidhje tipikisht me përhapjen e krishtimit në antikitetin e vonë. Është emër kishtar. Ka të bëjë me kultin e dy shejtorëve, në të parë shejtorë të kishës latine, së Sergjit dhe Bakut. Këta dy shejtorë kanë varrin e tyre në Rozafat të Sirisë, ku është manastiri më i madh i ndërtuar për nder të këtyre dy shejtorëve. Dhe mendohet që aty nga shekulli 6-7, pra në antikitetin e vonë, këto pelegrinë që kalonin nga territori i Ilirisë drejt tokës shehtë dhe në kthim, ato merrnin kultet e zonës atje dhe i vendosnin në territoret e tyre në kthim. Kjo është një fenomen shumë i njohur në antikitetin e vonë. Ka një shkencë që merret me zhvendosjen e kulteve, që quhet hagiografi, dhe është një fenomen i ku do ndodhur ky, pra zhvendosja e kulteve nga vendi i origjinës për në vende të tjera. Kështu që s'ka lidhje fare me legjendën. Legjenda është fakte fantastike si ne për vetë nuk e dishim. Ne na duhen të gjanat, sepse të na duhen edhe për shkputjet vogla për publikun janë shumë interesante. E shohim që ritmet e turizmit në Shqipëni janë goxha të shpejta, dhe sa dëmshme është kjo për një qytet që është ende në zvolim, për një shtet që është ende në zvolim i pas volum. Sa dëmshme është kjo qoftë edhe për sistemin tonë ekonomik, se mua nuk më duket një përurje shumë e madhe ekonomike, qoftë edhe pse turizmi duket sikur po rritet edhe po bëhet nami, varet e nivelet e turizmit që sjallin. Por sa dëmshme është nga mënyra juaj e zbulimit të këtij shteti, sa jep këtij vend ky turizëm kaq i shpejt. Tash personalisht unë nuk jam I know politikisht korrekt. Unë personalisht duhet ta shpuz veten nga pozicioni i punës. Personalisht unë nuk jam për turizëm masiv. Vetë ndoshta natyra jeme që jam goxha i prirur mas natyrës dhe mas këtyre eko. Unë vetë nuk i ngas makinës, bravo. Unë vetëm një që ngas është vetë bicikleta. Unë nuk jam për turizëm masiv. Në Shqipëria nuk është për turizëm masiv, për vetë territorin e vogël që ka, kjo është Shqipëria jonë, pra. Por ne kemi fatin që të jemi afër me vende që ne mund të mësojmë për gabimet e tyre. Kemi afër Italinë, Kroacinë, Greqinë që mbahen pra në si stekat larta të turizmit mesdhetar, por që kanë bërë gabime shumë të mëdha, dhe vetë turistat italian ma kanë shpreh këtë gjë, domethënë, ju jeni në fillim të turizmit. Ju s'duhet bëni gabimet që kemi bërë ne, domethënë, siç është për shembull betonizimi i gjithë Bregdetit jugut të Italisë në vitet 80. Apo edhe në Kroaci ose në Greqi. Ne duhet, me që jemi në fillim, duhet ta ruajmë të natyrë që ka vendi jonë, peizazhi, duhet të krijojmë disa norma të forta dhe të mundohemi që kemi një turizëm aq sa përballon vendi jonë. Ndodhi një fenomen në 2023 ku Shqipëria, për shkak edhe të një promovimi shumë të fortë që u bë atë vit nëpër media ndërkombëtare, është gjë e mirë, por
ndoshta e kaloi pak atë sensin e masës promovimi dhe çka ndolli? Ndolli ajo që në Shqipëri pat një boom të menjëhershëm turistash, viti 2023. Edhe ishin pa përgatitur. Ndoshta edhe pas pandemisë globale, njerëzit, shoqëria e gjithë bota pat nevojë me lviz, me shetit, me harru çka kaloi, domethënë, për rreth 2 vjet. Por që Shqipëria u përball me një situatë që nuk ishte e zoja që të përballonte atë fluks. Pa përgatitën, kjo është. Dhe që dojnë në shumë shërbime, në rrugë, ne nuk kemi infrastrukturën për të përballuar me miliona turizëm, nuk kemi popullsi, burime njerëzore, burime humane, sepse gjithë to resorte, gjithë to infrastrukturë turistike do shërbime, do njerëzit. Dhe u pa vitin tjetër më pas, në 2024 pat një rënje kurba e turizmit, sepse si duket pat ndoshta edhe zhgënjime nga i fluksi i madh që erdhi në 2023, sepse vendi ishte i papërgatitur. Por unë vetë personalisht nuk jam për turizëm masiv. Unë jam që shumë nga këto monumente, shumë nga këto site arkeologjike, duhet jemi pak të konservator në mënyrën e të bërë turizëm me to. Dhe kjo mund të jetë një shpike shqiptare. Ne kemi këtë gjë edhe në vendet përreth nesh. Në Greqi për shembull, Kirujnë me shumë fanatizëm. Në Greqi ka rreth 2 vite mos gaboj që tashmë Akropoli i Athinës ka një numër të caktuar vizitorësh në ditë. Dhe për te atij numri nuk shiten më bileta, pra nuk pranojnë më. Po ashtu edhe Koloseu në Rom, Venecia, edhe jo vetëm Koloseu, po një muzeu me të mëdha. Disa vende po marrin masa që të ketë një limit të caktuar të fluksit, sepse njeriu sado i kujdesshëm të jetë, impakton sado pak në territor, në peizazh, në mjedis, në sitin arkeologjik, në monumente, sado i kujdesshëm të jetë. Pra, gjithmonë ka një konsum i këtyre vlerave që duhen rujt, jo vetëm historike, po edhe natyrore. Erdhi kjo pyetje jeme sepse unë kujtohet kur e kam pas parë lumin e Shalës, që e kena një destinacion pak më lart, por ai është domethënë një rast tipik për këtë çështje. Në momentin që unë shkoj tash, unë jam gati e zhgënjyme realisht, sepse nuk është më i pashfrytzuar siç ka qenë më përpara, ne jena mundu me adaptu të vetja, por realisht ajo duhet me mbet siç e ka fal Zoti, si thojmë na. Edhe më duket sikur i kena bërë dëm edhe vetes me këtë pjesë. Ty dosh me adoptu për njerëzit gjanat. Se ne nuk u tregum të kujdesshëm. Lumi i Shalës në vitin 2022 pat një boom vizitueshmëri, sepse u reklamu shumë, dolën këto artikujt, jo Tajlanda e Shqipërisë, dhe pat një fluks të madh. Ne gjatë gërmimeve arkeologjike në Koman, në Verë, vetë Komani është një sit arkeologjik që shtrihet në një lartësi rreth 700 metra mbi nivelin e detit. Dhe ne kemi një fushpamje të plot gjithë luginës së Shalës. Dhe nga siti arkeologjik ne shihnim se si parkoheshin autobuzat për të shkuar tek lumi i Shalës. Rreth 20-30 autobuza në ditë. Pra një territor, një perlë në natyrë si lumi i Shalës, do të thonë të përballojë një fluks të tillë, është e pamundur. Dhe un kam një provë personale me këtë situatë, se duke qenë një mision shqiptaro-francez, në fundjavë ne lam një ditë që të shkonim tek lumi i Shalës, një masdite, organizuam turin, edhe për rekreacion, për të shkujt pak nga stresi i punës gjatë javës, lodhja, dhe ne u përballëm në atë vit, në atë verë të nxehtë, me një situatë krejt papëlqyeshme aty më. Sa ishte një zhgënjim total, edhe për fjalë që i kishim thënë ne kolegëve tanë francez, po edhe për vetë francez që kishin ardhur me idenë që shikon se në Shqipëri, aty afër ku gërmojmë ne, është në një zonë që po del në lajme si Tajlanda e Shqipërisë. Sepse në mbasdite gjithë pra mbetërina që kishin lënë turistat gjatë ditës, mbasdite duke mos pas një mundësi evadimit të tyre, digjeshin aty në lugim. Atë ditë ishte një ditë pa erë, me temperaturë shumë të lartë, rreth 40 gradë. Dhe mbasdite duke mos pas erë, kishte ngel gjithë tymi aty në lugim. Pra, dhe ne nuk arritëm që ndërronim më shumë se 10 minuta, sepse vetë francezët më thanën, të lutem, ikim prej këtu se këtu nuk ka një landfill, pra, ku digjeshin me turina. Frikshme. Ideja me kriju për një peizazh. Nuk e di sot unë kam që e keqja e natyrës dhe gjithçka. Po kjo vjen edhe nga mos djenia kisha thënë, ose mos dashnia për vallin e Nuk është vetëm ajo.
Se nuk ka kuptim një person. Shfrytëzimi, pra jemi duke shfrytëzuar egërsisht Shqipërinë në aspektin turistik. Kjo do le pasoja në vitet të ardhshme, sepse ne duke konsumuar kaq shumë, ne nuk do lajmë për brezat e tjerë çat shohim. Nuk do lajmë turizëm për mas 20-30 vjetëve, sepse do e konsumojmë shumë shpejt territorin. Faleminderit që e the, se kjo ka me ka një reel shumë i veçantë. Edhe një mesazh tepër i madh për publikun që e shef, po. Faleminderit shumë që e the këtë. Cila është mënyra e duhur me e dashur këtë vend? Ose trashëgiminë kulturore? Mënyra e duhur. Me e dashur, pa emocione, pa nacionalizme të koda. Patetizm. Tashi, ne na pëlqen me lavdru vendin tonë. Na pëlqen që të bëjmë atë shipojnë kudo, vend e pa vend, me dur. Po tashi, Shqipoja duhet prag-faced. Shqipoja bëhet edhe kur në kala, dhe vendi duhet kur në kala ti mbeturinën e hedh te koshi dhe jo në tokë. Një copë letër e hedh në kosh dhe jo në tokë. Shqiponjën, domethënë. Ku lumet nuk i shkatrojmë me ato lavatriqet e zhavorit, që i prishim shtratet dhe shtratet e lumeve më ndaj përmyjnë në qytetet dhe ne themi më ndaj, jo po u përmyjnë. Vendin Shqipojnë ne duhet të duhem pra edhe të dash natyren, të mos prej një pemë, ose edhe të lajmëru që po pritet një pemë. Se vendi duhet edhe në aspektin edhe një komunikimi edhe një dashërie, më thënë, sociale mes njerëzve. Ne na mungon kjo gjë. Ne shohim duke u dantu ose tu djeg një pyll ose tu prej një pyll dhe nuk lajmërojmë ose nuk e interesona. Shohim duke u zhgull, ku diu, një plak të një bulevard të diçka dhe nuk reagojmë. Shohim dike që po gërmon në mënyrë palishme një sit arkeologjik dhe nuk reagojnë pra vetë banorët e zonës. Pra nuk mjafton thjesht të bëmuni të shqipojnës dhe sa mirë me kenë shqiptar. Sa mirë me kenë shqiptar shumë mirë, po sa mirë me kenë edhe italian, thot ai italiani atje, po ai pse e runë ai vendin e vet më mirë se sa ne. Pse nuk i hedh edhe italianin tokë me turinat për shembull. Kështu që duhet pak të zhveshemi pak nga këto nacionalizma, sikur jo i pari na jena të parë këtu erdhën serb mas nesh erdhi ky erdhi ai, po domethënë kur kalojmë kufirin nga Shkodra në Moriçan, shohim disa gjëra që po prit tash se shqiptar andej dhe shqiptar këtej. Pse ka meturina këtu dhe s'ka meturina rrugës për te Moriçanit. Domethënë ka diçka që nuk shkon me ne ndoshta, domethënë që duhet bëjmë ndoshta një autokritik vetë ne si popull përpara se të vëmë gishtin tek tjetri. Të shti Helidan. A je i pashurum. A më rejsi emision? Jo, nuk ka pashurum në Një minutë. Kja din se ty shumë e bëhë. Një minutë. Me që ti një person që zbulon qytetin, na jena disa vajzë që do me të zbulu tytesh. A ki bo gërmime për me gjitë një vajzë që të pushton zemrën tonë? Gërmime për partnerën ideale, thuj. Tash e doni s'ka mo. Jam në kërkim të ati qytetrimi antik që hala nuk është zbulu. Dhe me thonë që gërmimet vazhdojnë. Vazhdojnë. Okej, kuptuat vajza, gërmimet vazhdojnë, kena një drejtor që kena halo e kena single. Por na dikto si është partnerja ideale për ty? Kisha pas qef që tjetë njësoj si unë paka shumë në këta aspektin e jetës, po shumë mondanitete, po shumë sportive. Unë jam tip shumë sportiv për veti. Besoj ju më shifni edhe në rrjetet sociale, unë si që jam vetë shumë edhe mas punës, po edhe gjatë punës. Rrjetet sociale ti si Indiana Jones, si hera me atë kapele, në kështu si cowboys, pa në lëndë është e te. Unë halon nuk e di si nuk ka zbulu dikush qash kjo që. A thot shka një kja. Po provojme ja, se unë me kapelet kam një marrëdhënie shumë të mirë. Shka, e shtot përfiturova, e po ashtë nuk po t'lau vetëm. E po unë zakonisht e mbledh kështu që Okej. për të gjenë tamam një Indiana Jones. Yes, shkoka shumë kapelja.
Ja, unë kam një pyetje. Sa shpesh të nogë, ose sa shpesh të kanë thënë njerëzit që Helidan, ma shik pak këtë objektin që ma ka lanë trashëgimi gjyshja, ka ne vlerë kulturore, si më thanë, dhe që i tuti për mas mja ty zemër, mja thonë sa ma amele që më vjen keq po. E para punës, gjaja parë që i thamë, sa herë që më komunikojnë, se më shkuj njerëz edhe në rrjete sociale, nisin foto, e para punës i thamë herë, origjina e këtij objekti herë. Ndiftaj herë, si kam rritë të dur tuja, që t'jena të pasën një këtë aspekt se unë këtë pjesën e trafikimit të objekteve arkeologjike, pasurive kulturore, në kështu në mënyrë të palishme, e kam kështu në një nër to streset dhe vujtjet e mia, matë maja gjatë gjithë jetëve profesionale, sa dhe kur shkoj në këto inspektimet, shoh që janë hap gropa nga këto thesar kërkuesit e famshëm, dhe trafikimi i objekteve është një problem vedi. Dhe mas i sigurohemi, mas i më jep një informacion dhe duke shpresuar që po më thëtë të vërtetën, se mos përën dorë në i gjo për i Louvrit më burë. Kjo është Louvri, që përmendë Louvrin, një nër arsyet edhe të kriterieve të që ka vu Muzeu i Louvrit për reduktimin e vizitave. Sepse edhe Louvri... Muzeu i Louvrit duhet me kenë pak më i vëmendshëm, se ditën për diell, një shkollë male. Kjo ishte... Kjo ka të bëjë shumë edhe tek përgjegjësia e njerëzve që punojnë aty e stafit, integriteti tyne personal, sepse të arrish të aksesosh Louvrin, po ty therë në kam, ka diçka që nuk shkon edhe me vetë stafin aty, për mos me thonë që vetë stafi mund t'jetë ndoshta edhe i përfshim. Ishte pyetja e duhur, momentin e duhur, që jemi njerëz, ka njerëz pa përgjithshëm, ka njerëz që nuk e duan punën, ka njerëz që e bëjnë punën me pasion, ka njerëz që e bëjnë punën për interesa të tjera, që kështu është bota, kështu është njerëzimi. Se lavi. Të shvajza për me mëllë sa e kina më majtë kështu. A kini një duken se këta arkeolog të lagjejta dhe FBI s'kanë diçka të përposh. Jozi, kina në i pyetje tjetër për Helidonin, me që vajzët nuk kam, unë e kam edhe një fakt lutem. A kina në një prej aseteve tona që rrezikon mos jetë shumë shpejt në të ardhmen, se të e marrë parasysh rreshtet atmosferike, ose kohën, ose mënyrën se si e kina përdorë, mënyrën se si a kina ditë na me mu kujdes për të sa duhet. A kina prej atyne që mund të na zhduken edhe është një fatkeqësi realisht për këtë qytet. Jam e fokusuar te Shkodra, se më intereson shumë Shkodra për atë që ka ofron, jo vetëm për turizmin, por më shumë për brezat e ardhshëm. Historia e këtij qytet nuk duhet me marru me ne. Duhet me vazhdu shumë gjatë, sepse nuk ka marru para nesh, edhe na nuk duhet me amyll, domethënë. Kjo është ideja. Ne jemi thjesht kalimtarë, duhet ruajmë thjesht atë pjesën tonë. Po. Dhe duhet me trashëgojmë të tjerëve. Ta trashëgojmë. Vetë trashëgimia kulturore është një sferë shumë e madhe dhe pothuajse ajo mund të jetë në çdo aspekt të rrezikuar. Duke filluar që nga sidet arkeologjike, nga kalat, nga monumentet, pra pasuritë kulturore, banesat që braktisën. Shqipëria pas 90 u prek shumë nga kjo plaga e migracionit. Ne kemi shumë pasuri kulturore, shumë banesat tradicionale të Shkodrës, me një arkitekturë shumë me vlerë, që janë të braktisura nga familjarët, cilët kanë emigru, ne kemi vështirësi edhe për t'i aksesu për të pa gjendjen e tyre, dhe shumë prej tyre vit pas viti degradojnë dhe zhduken. Po këto banesa janë bërë nga mjeshtra të drurit, nga mjeshtra të gurit, këto interieret e tyre, këto dhomat e bukura të orendit për drurit që kemi shumë nga këto banesa pra. Dhe çka është më e frikshme është zhdukja e dijebaris të këtyre zejeve, këtyre mjeshtrive. Për shembull, rasti konkret u vlerësu gjubleta nuk u regjistruar në UNESCO si pasuri botërore, por nuk u regjistruar në UNESCO si materie, pra si veshje. U regjistruar në UNESCO për dijebarin e saj. Për vlerat që ka në mënyrën se si bëhet, pra si është bërë veshja, pra i gjithë procesi i saj. Por çka shohim ne sot? Ne vlerësojmë gjubletën sot,
por realisht apo prodhohet sot gjubleta, një tipik produkt shqiptar realisht. Siç ka qenë dikur, Siç edhe ka mos qenë dikur, marrim po. sepse ne e shohim sot gjubletën të riprodhume, por gjysma e materialeve janë të ardhur nga Egjipti, nga Turqia, nga Kina. Po ajo nuk është djebëre tradicionale e jona. Dhe kjo është një ndër ato humbjet më të mëdha të trashëgimisë tonë jo materiale. Humbja e produktit lokal. Në Shkodër ka kënë tradit, për shembull, që brezi i ri ndoshta nuk i di këto. Banesat shkodrane gjithmonë kanë pas një mand në shtëpi. Gjitha banesat shkodrane. Po, diskotek. Dhe nuk e kanë pas Edhe një thjesht për frutin. Po. E kanë pas për me rrit krimin e mnafshit, sepse me krimin e mnafshit ato nanat shkodrane, zot shkodrane, gratë, vajzat shkodrane kanë prodhu gjithë enterit, gjithë veshjet, tekstilet i kanë dekuru me mnafshit të e prodhu vetë në shtëpi. Që kjo po humbet sot. Po vjen mnafshi nga Kina, nga Egjipti, sepse qoftë edhe mallit është një pemë Dhe duke jo se shumë vetëm në Vaudaj sa gjajmë si prodhim Ka, edhe sot gra që përpiqen me rujt në Vades, po edhe në zonën e Malësisë Madhe, ka gra që ende munojnë, por është shumë e vështirë sepse janë të vetme dhe duke qenë të vetme nuk kanë pra një strukturë që aty në ja përcakton dhe ja ruan pra gjithë të zinxhir të marrjes së lëndës së parë, endjes, për shembull ato janë ende dhe janë prodhuar edhe në veg. Po sot si objekt vetë vega po humbet pra. A kete një mesazh me dhanë, kujto që me dhanë një mesazh ma shumë publikut përmes podcastit, si një njeri shumë i përgjegjshëm, një njeri që gërmon aq thellë, tashmë jo vetëm këtë qytet, por me zbulu shumë çka gjëra që na nuk i dina që presin dritën e zbulimit. Pa ke një mesazh që të duket i domosdoshëm për publikun, që duhet me pas. Ju e thot shumë mirë që ne jemi tranzit pra. Ne jemi një brez që jetojmë në një periudhë të caktuar dhe çdo gjatë e trashëgojmë brezave të tjerë. Pikërisht ne këtë duhet bëjmë. Të jemi kalimtar, pa damtu. Të lajmë atë pjesën tonë, por t'i përçojmë brezave të tjerë, këtë që kemi gjetë edhe ne që na ka lënë edhe ne të partë tonë. Mos të cënojmë, mos të prishim, mos dëmtojmë trashëgimin kulturore, trashëgimin arkeologjike, arkitektonike, historike, trashëgimin jo materiale, t'i ruajmë pra edhe këto doga të zakonit. Ka format që mund të ruhen. Sot teknologjia, jetojmë në kohët moderne, ajo jeta pak frenetike i ka bërë që të zbehen, por ka format që këto mund të ruhen. Qoftë edhe nëpërmjet edukimit në shkolla, në kurrikula, duke i përçu këto djebamje, por edhe me aktivitete të ndryshme, institucionet muzeore. Thjesht ne duhet të tregojmë të kujdesshëm. Lejoni të falemnderit që Faleminderit që ishe pjesë e pasionove se cikël podcastësh që na kena si thash e kena shumë për zemër, qoftë Ideni, qoftë Josefina, qoftë ne, që mas një individit vinë qyteti. E ki sjell qytetin deri në indet e tija. Shumë faleminderit. Ky podcast u mundsua nga Hotel Treva, Kultura Pub Bistro, IBC Telekom, Uji Lajthiza, Fiber, GMS Equity dhe Market Jadis.